Në vigjilje të Pashkëve Ortodokse, një nga periudhat më të rëndësishme për besimtarët dhe njëkohësisht për tregtinë tradicionale, situata në tregun e improvizuar të Gjesë së Gjallë në hyrje të qytetit të Vlorës paraqitet e zymt. Këtë të shtunë, ndonse fermerët kishin nxjerrë për shitje 10 krerë qengjash, atmosfera ishte larg asaj që pritej për një festë të tillë. Mungesa e blerësve ishte dukshme dhe shqetësuese. Prej vitesh shitja e qengjave në prag të Pashkëve përbën traditë, ku familjet shqiptare përgatisin tryezën festive me mish qëngji si simbol i sakrificës dhe ringjalljes. Por këtë vit, kjo traditë duket se po përballet me vështirësi serioze për shkak të kushteve ekonomike. Fermerët, të cilët kishin ardhur që në orët e para të mëngjesit, shpresonin për një ditë të mbar tregtie. Ata kishin investuar kohë, punë dhe para për rritjen e bagëtive, duke konsideruar këtë periudhë si një mundësi për të siguruar të ardhurat e rëndësishme për familjet e tyre. Megjithatë, realiteti i kësaj të shtune ishte zhgënjyes. Çmimi i qengjit me peshë të gjallë varionte nga 600 deri në 700 lekë të rinj për kilogram, edhe pse fermerët thonë se ky çmim është i mirëmbajtjes së bagëtive. Për një pjesë të madhe të qytetarëve, ai mbetet i papërballueshëm. Në një kohë kur çmimet e produkteve bazë janë rritur dhe të ardhurat kanë mbetur pothuajse të pandryshuara, prioritetet e familjeve kanë ndryshuar. Megjithatë, shpresa mbetet ende. Fermerët e lidhin një pjesë të pritshmërive me ditën e diel, kur kremtojnë Pashkët Ortodokse. Tradicionalisht, shumë familje bëjnë blerjet në momentin e fundit, dhe kjo mund të sjellë një rritje të kërkesës. Ata shpresojnë që dita e festës të sjellë më shumë lëvizje dhe ndoshta të shpëtojë një pjesë të shitjeve. Situata e krijuar në këtë treg është një reflektim më i gjerë i gjendjes ekonomike, ku shumë qytetarë po përballen me vështirësi financiare. Në fund të ditës, ajo që mbetet është një përzierje zhgënjimi dhe shprese. Zhgënjim për një ditë të dobët tregtie, në një nga momentet më të rëndësishme të vitit, dhe shpresë se dita e nesërme do të sjellë një kthes, duke rikthyer sadopak gjallërinë dhe traditën në këtë treg të vogël në hyrje të Vlorës.